Allah ka përmend në Kur'anin e Kerim sa afër është ndodhia e Kiametit sa çel mëshirësin. Për ata sahabët u frikshin se po ndodh Kiameti në kohën e tyre. Pejgamberi Allahut tha, a di çka tha? Tha kam ardhur në si pejgamberi Allahut bashkë me Kiamet. Derisa ardhja e Kiametit akon duket më të i kalu, tu dal para mua. Sikur ngarim me kon dikan. Një hap ki përbara, shumë pak pejgamberi Allahut para Kiametit. Se Kiameti ka akon të atë i kalu pejgamberit Allahut. Kështu thot pejgamberi Allahut. Me i transmetim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ekzistimi juaj me krahasimin e popujve që kanë qenë, ka thonë sikur se dallimi mes këtyre dy gisht. Cili është dallimi? Dallimi ka thonë i gishtit të mesëm nga gishti tregues. Do me thonë që kjo, pse ki gisht është më i gatë se ki? Me na tregu se ne ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam jemi që kjo pjesë. Që kjo pjesë. Ka thonë një e shtata apo gjisa e shtatës të gisht. Që ka qimë? Pejgamberi Allahut e ka thonë të vërtet, dallimi mes Kiametit apo ekzistimi juaj dhe popoj që ka qenë para jush, ato kanë jetu krejt që këtë periudhë. Sa vjetë Allahu e di. Pa ardhja jonë është pra ku të barazohet ki gish me ketë, ndodhë Kiameti. Neve në ka me që katë, a ka mundësi dhe një praktik që ka thonë pejgamberi Allahut me një hadith, ka thonë se mes ikindijës dhe perëndimit të dillit. Bile në edhe ma afër. Që transmetohet me një hadith se Abdullah ibn Omeri ishte në Arafat. Dhe ja nis Abdullah ibn Omeri me qajt, pasi që ishin të i për ndevë dhe dilli ishte duke përëndu. Sikur na iftarin, sofrën ku ta shtrojmë edhe ulmu para trijezës së sofrës dhe presmi me përëndu dillin dhe me këmubon akshami dhe me qel iftar. Pra ishin të pregaditur ato që me shlu Arafatin. Janis Abdullah ibn Omeri me qajt. Dhe ki që e shëqroj Abdullah ibn Omeri thë ja Eba Abdurrahman, pse po qanë se edhe që të rerë kemi qenë bashka mos kam pa duke qajt si kur sot që po qanë. Tha nga se në këtë dëven kam qenë me pejgamberin Allahut dhe mu kujtu qëfar tha pejgamberi Allahut kur ishte dilli duke përëndu. Qka tha pejgamberi Allahut? Tha e shiqoj dillin dhe tha kamet me ndodh Kiameti sa kamet me përëndu dilli. Kamet ta me ndodh Kiameti sa ka me metën me përëndu dilli. Pra jo vetëm se koha për i kindiste në kësham, po sa me përëndu dilli. Amo qëlla është ajo të rëndici. Qëlla ma e keqe u ledhë të ndësh. Allahu thot në Kur'anin e Kerim iqtarabe linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Për ditë njërë të afrohen afër Kiametit. Për ditëve ju afrohet njërëve dita llogaris. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, ato janë gaflet. Apatja këta në shpinën sikur që mos më konë kjo për net. Ma jeti min dhikri min rabbi muhdathin illa istama'u wa hum yal'abun. Ma që ditë shme se e shef shpesher vdekën me si, që edhe nuk merë kur një farë mësim.